Çdo qeveri që vjen ndryshon rregullat e lojës. Ca fusin vetëm një libër në klasë 7, ca tjerë fusin një në klasë 8, ca thonë maturë shtetërore, ca thonë konkurs, ca thonë pastaj ndryshojnë fund fare dhe studenti ndihet jo i humbur, po ti nuk e di se me çfarë rregullar do shkosh mes 3 vitesh. Po a ka më skandal? Çfarë po i mësojmë ne trimëve tan? Po i mësojmë të kenë frikë, po i mësojmë që ka pasiguri jeta dhe po i mësojmë që shteti është arbitrar. Të treja këto nuk janë mësime që ne mund t'ja japim trimëve. Qofse nuk arrim të kuptojmë që qytetari është i pari, të rinjt janë të parë dhe të parëve mbi të gjitha, se po i mësojmë keq, po i mësojmë që të bëjnë hile, po i mësojmë që mund të gjenden gjithmonë përballë pasigurive. Nuk e kuptoja dot 10 unë se si një student me 10.6 ca se nuk e dija dhe se si ishin të koeficientet që dilshin më shumë se 10, nuk merrte dekën që dëshironte. Po duhet shkonte se gabimisht në vit parë kishte zgjedhur një gjë që ishte përpara 3 vitesh që nuk e kishin parashikuar këto mbas 3 vitesh. A kuptoni çfarë po flasim? Edhe në fund fare më thonë që sukseset, nuk e di çfarë suksesesh janë këto. Se vetëm suksese nuk janë këto, kjo është një çmenduri. Edhe duhet jetë akoma më çmenduri që të gjesh kurajun ta mbrosh këtë lloj gjëje. Nuk ka asgjë që vlen më shumë se sa një mirë edukim dhe dhënia e sigurisë për të rinjt. Ti je një familje thjesht, ke sakrifikuar gjithë jetën, gëzimin e vetëm ke pasur këto fëmijë që të kanë shkuar përpara dhe ti gjendesh përballë gjithë këtij lloj abuzivizmi dhe nuk hap gojën? Ç'është kjo? A ka ndonjë mundësi reale që të vazhdojnë të jetojnë këtu, domethënë të rinjt kur marrin zhgënjime mas zhgënjimesh? Edhe ky vend që të bëhet i madh, siç e themi ne, duhet bëhet i erjetueshëm për ne që jemi këtu brenda dhe nuk i mbyllim dyot sytë ne përpara kësaj. Themi vetëm çështja Çame dhe bashkimi me Kosovën dhe mos shikojmë që qytetarëve tanë nuk po punojnë për to. Prandaj kjo duhet jetë kryefjalë e asaj pune që ne bëjmë për ditë.